Opozita shqiptare është historike, është e lodhur dhe nga mospasja e ideve, mospasja e programit në ku duhet të fokusohen, mundohen në mënyrë historike, mënyrë qesharake, pra për të bërë tema të ku nuk ka temë. Pra është një takim ndërmjet liderit të VMRO-s dhe liderit të LSDM-s, siç ka pas pra u përfol që ka pas takime edhe brenda shqiptare, dhe e njëjta opozit pra reagon për diçka për ku kësi takime ka pas kaluar me dhjetra, edhe të Zaevit, edhe të Kovacevskit me Mickovskin, po edhe në qeveritë e kaluara, dhe me thonë ka pas takime të shpeshta, të shumta ndërmjet liderit të partisë pozitare dhe partisë opozitare e Maqedonase. Pra, nuk ka asgjë që për herë pa ndodh, nuk ka asgjë dhe me thonë që është e jashtëzakonshme. Mirë po, opozita shqiptare mendon që shqiptarët nuk mbajnë mend, shqiptarët nuk kanë memorie, dhe ne reagum jo me fjalë, me që një fotografi e sa njëmi fjalë, u adhëm pra në dispozicion fotografi të shumta të takimeve të ngjashme pra që ka ndodhur në të kaluarën ndërmjet lider opozit maqedonase, siç përmenda pra duke filluar nga Kovacevski, Zaevi, duke përfunduar deri te Branko Crvenkovski. Bile ka pas edhe takime ku ka qenë edhe kreu i shtetit, kryetari i shtetit dhe dy liderët pozit dhe opozit.